Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e së mërkurës në liçenin e Shkodrës ku një person 38 vjeç me iniciale EN është gjetur i mbytur. Viktima është identifikuar si banor i zonës së Grizhës dhe trupi i tij është zbuluar në afërsi të Balshajt nga shërbimet e policisë së Malësisë së Madhe. Autoritetet kanë nisur menjëherë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Policia dhe grupi hetimor në vendngjarje po punojnë për të zbuluar shkaqet që quajnë në këtë akt. Në informacionin zyrtar, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër bën të ditur se me datë 03/06/2025, rreth orës 00:15, policia ka marrë njoftim se shtetasi EN 38 vjeç, rreth orës 19:00 ishte futur për t'u larë në liçenin e Grizhës dhe ishte mbytur. Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe shërbimet e Policisë Kufitare pas disa orësh kërkime kanë gjetur dhe kanë nxjerrë nga uji trupin e pajetë të shtetasit EN. Nga veprimet e paratimore dyshohet se ai ka humbur jetën pasi ka pësuar arrest kardiak, ndërkohë që lahej në liçen. Ndërkohë me datë 02/06/2025 në orën 19:30 në vendin e quajtur ish shtëpia ushtarakëve në Velipoj është gjetur pa shenja jete shtetasit TB 57 vjeç, i cili dyshohet se ka pësuar arrest kardiak. Materialet procedurale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.